Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. BE hap një tjetër grup kapitull për Shqipërinë. Antonio Costa, presidenti i Këshillit Evropian, tha se është i gëzuar që pret kryeministrin Edi Rama në Bruksel për çeljen e një tjetër grup kapitulli për bisedime. Zgjerimi i BE-s drejt Ballkanit Perëndimor është një investim i rëndësishëm gjeostrategjik për paqen dhe sigurinë. Inkurajuese të shohësh progresin e Shqipërisë në këtë drejtim, deklaroi Antonio Costa. Sipas tij, e rëndësishme është të jemi bashkë, sepse bashkë jemi më të fortë dhe bota ka nevojë për një Europë më të fortë. Shqipëria do të çelë grup kapitullin e dytë të negociatave me Bashkimin Evropian tregu i brendshëm në konferencën e 4 ndërqeveritare Shqipëri-BE, e cila mbahet në Luksemburg. Kryeministri Edi Rama kryeson delegacionin shqiptar në këto bisedime i përbërë nga ministra, zëvendës ministra dhe drejtues pune për grup kapitujt. Ai u prit fillimisht nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, me cilin më pas do të marrë pjesë në konferencën e 4 ndërqeveritare Shqipëri-BE. Jam shumë i kënaqur që gjendem këtu me presidentin e Këshillit Evropian, i cili me mençurinë e vëmendjen e tij ndaj vendit e rajonit tonë është diçka që e vlerësoj shumë. Sot sigurisht është një ditë shumë e mirë për ne, sepse kemi një tjetër konferencë dhe çelim kapituj të tjerë, ndërkohë që me presidentin jam shumë mirënjohës për kohën që më ka kushtuar për zhvilluar një bisedë rreth përparimit që ne po bëjmë në këtë proces, e pastaj edhe për samitin e ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian, i cili është një aktivitet, një eveniment shumë i rëndësishëm përgjithësi, por ka një rëndësi të posaçme në këtë moment, në kohë, dhe sigurisht edhe do të flasim për rajonin ndaj të cilit presidenti është veçanërisht i përkushtuar, deklaroi për mediat kryeministri Edi Rama. Ndaj hapjes së grup kapitullit të Shqipërisë, reagoi dhe përfaqësuesi e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas. Kryediplomatja e BE-s në një postim në rrjetin social shkruan se Bashkimi Evropian me Ballkanin Perëndimor nuk ndajmë vetëm gjeografin, por dhe përgjegjësinë. Ne ndajmë më shumë se gjeografin me Ballkanin Perëndimor, ne ndajmë përgjegjësi. Siguria dhe stabiliteti na lidh pranë njëri tjetrit, shkruan mes të tjerash Kaja Kallas. Ministri për çështje europiane në Republikën e Maqedonisë së Veriut është optimist se brenda vitit do të bëhen ndryshimet kushtetuese që të japi rrugë procesit të integrimit të vendit. Vendi tonë ju dha dritë e jeshile për zbatimin e agjendës reformuese, duke u bërë i pari që përfitoi këstin e parë të financimit nga plani i rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, deklaroi Orhan Myrtezani. Sipas tij, në këtë moment është me shumë rëndësi zbatimi i suksesshëm, sepse kjo lufton euroskepticizmin dhe rrit besimin e qytetarëve në procesin eurointegrues edhe në sistem, që ky sistem mund të sjellë antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, madje është sinjal shumë i qartë dhe për të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian, sepse ne po dëshmojmë që mund të sjellim reforma që mund të arrijmë rezultat, tha ministri për çështjet europiane Orhan Myrtezani. Ai shpreh optimizëm që brenda vitit do të realizohet dhe kushti kryesor i vendit do të bëjë ndryshimet kushtetuese, ndërsa me hapjen e negociatave, Republika e Maqedonisë së Veriut do të ketë gjasa reale të përmbyllë ato bashkë me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njoftoi se në takimin e organizuar nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas me ministrat e jashtëm të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, kërkoi mbështetje të qartë për aspiratat e Kosovës për antarësim në BE dhe NATO. Në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thuhet se këto procese janë të rëndësishme jo vetëm për Kosovën, por edhe për stabilitetin rajonal dhe sigurinë europiane. Gërvalla përmendi 3 hape urgjent që kërkohen tani e që kontribuojnë jashtëmase në stabilizimin e rrethanave në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe hapjen e rrugës për integrimin e rajonit në BE. Ajo kërkoi heqjen e masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës, përfundimin e procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, si dhe mbështetje për aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Njëkohësisht, ministria Gërvalla nënvizoi përkushtimin e plotë të qeverisë së Kosovës ndaj dialogut të lehtësuar nga BE me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të orit të vitit 2023. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.